Kom pas privilegjin dhe nderin edhe lëkundem. Emocione që veç lufta ti dhuron. Kom pas nderin thjesht, të jam para ti rreshti, thjesht. Para një muj ditë e komandanti zonës me pietet e përmend dhe fshatin tim, që thot, diku janë rështu 500 ushtarë, është shumë e vërtet që ka pas momente caktume që njerëzit që veshin nga zonat ndryshme të Kosovës. Unë tash duhet pak mi hek modestin e organizojsha një farë rështimi aty me flamur kombëtar, po me ngrit mi zbrit e tjera, dhe kom pas privilegjin dhe nderin edhe lëkundem. Emocione që veç lufta ti dhuron. Kom pas nderin thjesht, të jam para ti rreshti, thjesht. Djemë të vajzat më të mirë të popullit, më të mirë të kombit, që kanë lanë jetën veç për me shërby atë dhejët. Fani, definitivisht është ajo që ka thuni. Unë e kom potencua dhe në tribunal të Hagë do të kem qenë një fshat i organizum, diku do të në armë edhe në një formë afërsisht 150 vetë. Do të në çdo pikë edhe çdo zonë e përgjithësisë është mbajt me nder. Kem pagu çmim me djem të mirë, po vërtet diku 5-6 muaj ka funksionu për mrekulli. Pas parasysh që unë kam qenë i vedishëm parasysh që kam qenë edhe mosh pjekun, kam qenë me shërbim moshtarak të kryim do të atysh sistemit, edhe një kurs të provurit në atë sistem e tjera. Edhe me një fjallë tash thjesht me modesti pa thamë kom ditë alfabetin ushtarak, po djemë të ri të kohës, dhe më thonë që kanë qenë të kyqën, sot janë dëshmorë. Se di, mos po të proj me përmend edhe emra tyne, po realisht kanë qenë fillimisht ushtarë që ushtrimet e para i kanë marrë prej meje. Disa ushtrime, do të thotë, kondicionale, taktiko-teknike, për përdorimin e armës, zbërthimet e armës e tjerë, ushtrime bazike. Ka qenë entuziasmin në sytë e tyne e vullneti, do të thotë 18, 19, 20, 24 vjeçare, që mu më bëjke thjesht me flatra, ose një farforme më shtike me dhonë maksimumin. Në atë kohë kam kërku ndim për e provërve që kam pas, akademi. Përvojë shtarake. Po, përvojë shtarake tjetër, ka pas tillë që nuk jem përgjigjë. Do i kursej, do të emra të ty, po ka pas të tillë, për shembull si kushërimi, është Shemsedin që ku ka qenë kapiteni klasit parë në ish armatën, është përgjigjë thirrjes së dhëvtë dhe ka dhënë kontributin e çmur, domethënë, si në fshat, po ashtu edhe në zonë ku ka ndiku, ka qenë edhe për. Atë kena arsye pse refuzeshin thirrjen? Ta zonë është një person që ka qenë aktiv kohëve të fundit, do të thotë në për do të thotë televizione tjetër, kur kom shku me lip, i kisha na i thëshim po të setnika, i kisha do broshura, do libra tjetër për arme, kam shku me kërku taj, se më thanë, është, do t'a kursej. Edhe shku me një dhondër të tyne, takohem shatine, thot, kom dhimbje diskuser një tjetër, dhe asë nuk mi hepi atu libra, po kish frikë.
E tash ka një histori tjetër, por le të jetë për ndërgjegjjen e Zonjonit.